Në zemrën e maleve madhështore të Rekës e Përme, aty ku çdo gur rrofen historie, çdo kull mban gjurmët e brezave, u zhvillua me sukses edicioni i radhës i manifestimit tradicional, takimet e Rekës e Përme. Ky aktivitet tashmë i shndërruar në një urlidhje mes vendingjes dhe bijve të saj të shpërndarë në përbot, mblodhi qindra rekali dhe mysafir nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria dhe diaspora. Nën tingujt e muzikës tradicionale, valleve burimore dhe kostumeve karakteristike, Reka e Përme u zhduruan një mozaik emocionesh, krenarie dhe kujtimesh, duke dëshmuar se tradita mbetet ura më e fortë që lidh të kaluarën me të ardhmen. Programi pasur kulturor dhe artistik solli në skenë këngë, valle dhe interpretime autentike, të cilat pasqyruan shpirtin kësaj treve dhe trashëgiminë e saj të vyer. Çdo interpretim u mirëprit me duar trokitje, ndërsa atmosfera u mbush me emocione, mall dhe krenari për vendlinjen. Në fjalën e tij, kryetari i shoqatës për kulturë Reka e Përme Ismail Murati theksoi se manifestimi ka arritur të përmbush misionin për të cilin u krijua. Sipas tij, përgjatë 8 viteve të organizimit, gjithnjë më shumë rekali janë rikthyer për të rindërtuar shtëpitë të parëve dhe për të investuar në troje çekullore, duke i rikthyer jetën një krajine që prej dekadash ka përjetuar emigrimin. Ai nënvizoi se zhvillimi i infrastrukturës, veçanërisht ndërtimi i rrugës së re, do të forcojë edhe më tej këtë proces, duke bërë Rekën e Përme më të afërt me bijtë e saj dhe duke hapur horizonte të reja për zhvillimin e turizmit, ekonomisë dhe jetës në këtë rajon. Të dashur miq, kur nisëm takimet e Rekës në vitin 2014, kishim vetëm një qëllim, ta rikthenim jetën në Rekë. Dhe sot me krenari mund të themi se kemi bërë disa hapa të rëndësishëm. Janë rindërtuar dhe restauruar disa shtëpi, është shtuar prania e banorëve dhe e mërgjimtarëve, ndërsa sot po përjetojmë edhe realizimin e një ëndërre shumë vjeçare, asfaltimin e rrugës. Kjo rrugë ka qenë një kërkesë dhe një ëndër e rekalimve për më shumë se 50 vjet. Sot ajo ëndër është bërë realitet. Nuk duhet të harrojmë se rekalint kanë sakrifikuar shumë ndër vite për këtë rrugë. Ata nuk e humbën kurrë shpresën dhe me këmbgulje e dashuri për vendlindjen, mbajtën gjallë këtë kërkesë deri në realizimin e saj. Pas më shumë se një dekadë, takimet e Rekës e Përme vazhdojnë të bashkojnë rekalit, duke dëshmuar se dashuria për vendlindjen është më e fortë se koha, largësia dhe çdo sfidë tjetër. Le të vazhdojmë së bashku të mbajmë gjallë këtë frymë, që Reka të mos jetë vetëm krenaria e së kaluarës sonë, por edhe shpresa e së ardhmës. Në shenjë respekti, organizatorët nderuan me milionë personalitete, biznese, institucione dhe dashamirës që ndër vite kanë mbështetur realizimin e këtij manifestimi, duke kontribuar në rrugën dhe promovimin e identitetit kulturor të Rekës së Përme. Manifestimi u kurorëzua me një nga momentet më të veçanta, interpretimin autentik të dasmës së Rekës së Përme, një pasuri e rrallë etnografike që riktheu para publikut zakonet, veshjet, këngët dhe ceremonitë tradicionale të kësaj krajine. Në fund, sipas traditës së mikpritjes rekase, të gjithë pjesëmarrësit ushtruan me sofrën e përbashkën me gatime tradicionale, duke mbyllur këtë festë jo vetëm si një aktivitet kulturor, por si një dëshmi se Reka e Përme vazhdon të jetojë në zemrat e bijve të saj, kudo që ata ndodhen.